Lusë Allahu xhelle shanu që Allahu na i pranojë veprat tona të cilat i kemi bën në Ramazan. Lusë Allahu që Allahu na japë iman edhe pas Ramazanit, e na bëjë të qëndrueshëm në të. Allahu të ndihmojë muslimanët anë kam botës ku janë, e sidomos vëllezërit tonë në Gaza, Allahu të ndihmojë, armikun e tyre Allahu ta shkatroje, dhe gjithë ata të cilët bëjnë kurthe kundër atyre, Allahu helaç t'i bëjë, ya Rabbel Alamin. Lut Zotin e Madh që Allahu na i falë mangësinë tonë, karshitire dhe pa fuqien tonë, ya Rabbel Alamin. Allahu na lut që Allahu na i falë mëkatet tona, e të na bëjë nga banorët e xhenetit. Allahu shpëlbej për sabrin dhe durimin, edhe ju falenderoj nga zemra për çdo kontribut që keni bën në mbështetjen e xhamisë, në mbështetjen e antarësisë dhe kështu me radhë. Allahu ju shpërbleft me mundësitë të cilat i keni pas, edhe me prezencën e juaj në për derse, në për taravi. Allahu inshallah ju jep shëndet, ju jep pasuri të begate halal, ya Rabbel Alamin, e ju e urun familjet e juaja nga harami. Allahu na mësoj siç jemi të bun këtë shtëpia të Zotit, të bëmi tek udhëheri afër pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, et na i bëjë nasib pejgamberi Allahu me pinga dora e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu na bëf nasib edhe shefatin e tij. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.